të re. E nisën ditën sot pak herët, kam vendosur ndërkohë që të bëj një tost për të ngrënë mëngjesit, të pite kafe dhe të dalim shpejt. Por duhet t'ju tregoj se gjëra të bukura që më kanë ardhur këtë javë, se nuk do jem më në shtëpi këtë fundjavë, kështu që duhet t'ju tregoj që tani në mëngjes. Ka filloj me pepper majo, më ka ardhur një pakun nga pepper majo, e adhuroj pakun pepper majo. Dhe kësaj here kam marrë gjëra shumë bazike, por filloj me produktin e parë. Kam marrë një palë pantallona të zeza, të cilat rrinë pas trupit dhe janë treqerekshëm deri poshtë gjurit me këtë pjesë këtu të hapur. Është ky stili siç ka qenë dikur, sepse ajo është rikthyer sërish, do më pëlqen shumë se si duket me taka. Nuk do t'i provoj, sepse do të provoj vonë, por të paktën do të tregoj kështu. Okej, produkti i dytë është një bluzë e zezë bazike. Tatam, kjo është bluza. Është shumë e bukur, me mung të shkurtra, kështu stili oversize, ka të bukur të pjesën e logos, dhe këto bluzët e thjeshta fare me një logo të bukur, janë super të kombinueshme me jeanse, me pantallona të shkurtra, me pantallona të shkurtra, me çdo gjë, duke shumë bukur dhe me streçe mund t'i vesh edhe sportive. Produkti tjetër, për herë të parë, ka marrë jeanse të pepper majo. Nuk e dija fare se si do më rinin, zgjedhët një njëjtën masë që zgjedhën gjithmonë me bustanin me bluzë, dhe doli që më rinin shumë mirë. Dhe këto janë jeanset, janë me bel të ullët, stil boyfriend quhen, dhe të gjëra deri poshtë, rinin shumë bukur, më shkonin shumë. Është era e parë e ime që kam jeanse, të gjëra kam mbajtur gjithmonë, por që janë dhe me bel të shkurtër dhe super të gjëra. Dhe në gjë këto, besoj do ta vesh pastaj rrugës, kështu që do të ma shikoni edhe se si në trup. Ndërkohë, edhe produktin e fundit, është pa një bluzë e bardhë, është si bluza e zezë, por logon e ka ndryshe, nuk e ka si label, por e ka kështu të qëndisur. Edhe këto e morën në masën small, kështu të gjerë, extra small në mos gaboj, sepse thoshte që ishin po extra small e ka marrë, sepse thoshin që ishin shumë të gjëra. Edhe kështu, të bluzët bazike kisha shumë nevojë, dhe është e parë është e pepper majo që marrë gjëra kështu bazike, sepse përgjithsisht ka të fustanen shumë të bukur, po është periudha që nuk kam shumë t'i vesh, dhe nuk doja të kërkoj më dollapin me fustane të gjatë, shumë po i vesh gjekundi. Nëse jam shumë e lumtur me bashkëpunimin me pepper majo. Tani, më thash shumë që po bëhesha gati për vjeshtën, edhe kisha blerë disa gjëra për vjesht. Gjëra tjetër që kam blerë është një xhaketë me këto syet. Është ky materiali kastor, siç e themi në ndryshe. Është kjo xhaketa nga Stradivarius. Është e bukur, më pëlqen pjesa e jakës, më pëlqen pjesa e elastikut dhe këto që mbërthejnë këtu sipër. Por problemi është sepse unë të ngjashme me këtë model me dy xhepa kam edhe kafen, xhaketën e lëkurë të pepper majos, e cila vjen më oversize se kjo, po edhe një tjetër gri që është material tjetër dhe ngjyrë tjetër, domethënë e Zarës, vjen përsëri me këto xhepat e mëdhenj. Kështu që I'm not sure nëse do ta mbaj apo do ta kthej këtë xhaketën. Ka kushtuar 66.000 lekë, edhe nuk jam sigurt që është worth it për aq lekë. Do ta shohim gjithsesi. E fundit është një palë pupa, le të themi, ose loafers, janë fix loafers e pupa, nga River Island, që i kam përgatitur nga jashtë nga Anglia. Janë të ngjashme me Loropianën, por me qëse nuk kam mundësi të blej Loropiana që kushtojnë 800 euro një palë këpucë, po marrë këto të River Island, që kushtuan 62, diçka tjetër, nuk e mbaj mend ose 65, por nuk ja kam hequr edhe letrat, sepse mora numri 37 të ky model, ndoshta kishte prerë të vogël me ritje shumë e madhe, kështu që i kam shkruar se faqe që të bëjnë ndërrimin. Më mori deri në telefon kurrieri, por kisha vënë shkruar. Kështu që do vi sot, i dash adresën e shtëpisë, shpresoj të panohet shumë, se këtë punë do të vizim. Ndërkohë tostin, jo poshtë, po dojsh këtu, se unë e harrova fare. Ndërkohë duhet e ha tostin, do pi kafe, nëse do ta marr me vete,
ndërkohë që ta pi në makinë dhe të ikim për pilates. Është hera ime e parë që bëj pilates në mëngjes, gjithmonë kam bërë bazite dhe jam shumë kurioze se si do ndihem gjatë ditës, do ketë një ndryshim në energjinë time. Nuk isha nga ato të kartonit për të marrë kafen me vete, kështu që mora bashkë me filxhan. Është ere dytë edhe në punë, si një ditë dola shumë vonë, kishte zënë gjumi, e dije që s'do kisha kohë të pija kafe, kështu që e mora sërish në filxhan. Unë jam ata njerëz që më shijon më shumë kafja në karton, edhe kur e porosis në lokale, dua në karton. Kështu që nuk do ble shumë filxhane në shtëpi, se s'kam që dua, pi gjithmonë karton. Gjatë javës njerëz bëra dhe një pastrim fytyre, sepse realisht lëkura gjatë verës më u bë tmerr. Nga fundi se kisha shumë mirë, se para verës e përgatita mirë që bëra disa trajtime fytyre dhe kisha lëkurën në gjendjen time më të mirë. Dhe ju kam thënë fakt që e kam bërë tek Nisa Medical Center dhe kam qenë shumë e kënaqur. Thash ishte vetëm që ma rregulloi lëkurën në fytyrës dhe më bëri pothuajse perfekt, se kishte akoma imperfeksione dhe shenja të vogla. Por tani pas verës thash mua carua disimi, ishte mbushur plot me pika të zeza, pika të bardha, e dini ju këto problematikat e poreve të lëkurës, edhe lash takim që të bëja një pastrim fytyre. Okej, është pak i dhimbshëm, shumë i dhimbshëm, sepse përveç hidrafacialit bën edhe pastrimin manual të poreve, sepse realisht nuk ka pajisje që t'i pastroj aq thellësisht poret dhe fytyra ime ishte mbushur plot. Okej, u bëra me pika të kuqe, sepse këtu poshtë tek pjesa e nofullës kisha disa puçra të brendshme, ja 2-3 puçra të brendshme. Edhe mi shtrydhi ajo kështu super të dhishtë, dhe do i shtrydhi që mos dalin të mëdhaja. Tani, pas 2 ditësh që kisha bërë trajtimin, më dolën më të mëdhaja dhe me qelb. Okej, ato dolën në sipërfaqe, unë i pastrova vetë, por nuk më kishte ndodhur asnjëherë, se unë kam bërë edhe pastrimin, pasi bëra gjitha trajtimet e refundit që isha te Nisa, bëra edhe një pastrim fytyre dhe më shkoi shumë mirë. Po kësaj here disa nga këto më doli dhe një pucër tjetër gjigande që akoma më ka ngelur shenjë dhe me zi është përtharë këtu, më doli një tjetër e vogël, gjë e cila nuk më pëlqeu, sepse më duk sikur e kisha nga pastrimi ose nga acidet. Ajo në fund fare aplikon edhe disa acide të ndryshme që do bëj përtharjen e këtyre buçave ku ke fytyre tendencë akneike, të ndryshme siç e kam dhënë. Dhe nga ato acide që pas pastrimit nuk është se duhet dhe një kujdes, nuk është si mikronidli apo dermapen që ti rripesh do 7 ditë që të rish pa make-up edhe fytyra të bëj atë procesin e vetëshërimit të saj. Supozohet që pas pastrimit unë ta kisha okej, se prandaj bëra edhe pastrimin, se nuk kisha shumë pup për të bërë me foto video dhe nuk mund të dilem atë lëkurën ashtu. Dhe u rropa pak të pisa hundit, të pisa balle në vendet që ajo shtroi më shumë forcë. Tani do thoni jo, pse nuk e shkruajte? Thash okej, do përmirësohet, ndoshta nuk e ka pas fajin pastrimi, ndoshta ka qenë periudha që lëkura ime nuk ka qenë mirë dhe ka rastisur në të njëjtën periudhë me momentin që unë bëra pra pastrimin e fytyrës. Edhe kështu, po tani kam hyrë në mëdyshe dhe në mendime, nëse duaj që këtë muaj të bëj mikronidling ose dermapen, siç e thon ndryshe, se fakt dermapen është pajisja, Nisa ka një tjetër pajisje që është nanopore, por procedura është e njëjtë, injektohen egzozome në shtresat e lëkurës me anë të mikrogjilpërave. Dhe nuk e di nëse duhet ta bëj aty apo ta bëj diku tjetër. Tani, nëse edhe ju dini dermatologë, estetiste të cilat janë shumë të mira në trajtimet e fytyrës, keni eksperiencat e tuaja personale ose eksperiencat e mikeshave tuaja, please më lini në komente, sepse nuk di çfarë të bëj dhe nuk di ku të shkoj. Kështu. Ashtu një jeta e di, të shumë po e di, se kësë sekundi ti më ke gjujt me mërzi e unë me dashi. E nëse më llit ka marr, fali është vetëm i joti, nëse unë kam me të fal, tu me të fal.
E shikoni o njerëz, duket energjia e mirë pasi ke mbaruar stërvitje në mëngjes. Ishte pra hera ime e parë që bëra stërvitje pilatesin në mëngjes dhe u kënaqëm. Ishte shumë e lodhshme stërvitja sot, seanca e sotme, por gjithsesi thash u kënaqa shumë. Dhe realisht unë nuk është se sugjeroj gjëra që nuk më pëlqejnë, por për shembull fitnessin nuk është se e kam promovuar ai shumë, sepse do një super vullnet, është diçka që thjesht të bëhet lifestyle, nuk është se të pëlqen, nuk është se të jep një super kënaqësi, përveç energjisë që të jep pas, ndërsa pilatesi të kënaq. Të bën aq mirë edhe për shëndetin mendor, për më tepër që ti fokusohesh aq shumë gjatë stërvitjes, sepse duhet të lidhësh më filxani zhurën, pra duhet të lidhësh ushtrimet me lëvizjen e krave, muskujve, këmbëve, shpinës me mendjen, të relaksohesh totalisht. Për më tepër që të definon muskujt shumë fare, të prek çdo muskull të mundshëm, të gjithë trupit, ja super vlen, jam shumë e kënaqur me pilatesin. Në këtë moment e them që zota lëkur, por nuk e diet asnjëherë, por për momentin jam super e kënaqur, më pëlqen shumë, e shijoj shumë atë seancën e pilatesit. Tani po iki në shtëpi dhe këtë fundjavë në Berat është festa e verës, është Wine and Stories of Berat. Ne kemi qenë dhe vjet është bërë në nëntor, ne nuk e kemi shijuar fare pasi na ndodhi një incident, mami Theodorën, nëse mbani mend, nëse jeni të hershëm në kanalin tim dhe keni parë dhe videot e mia të vjetshme, kështu që ne nuk e shijuam fare sepse na u prish gjithë qefi që ishim mbledhur të gjithë, sepse u mlodhëm të gjithë së bashku. Ndërsa si vjet menduam që të iknim prap, meqense se po bëhet edhe më herët, është akoma tetor, pavarësisht se këtë javë ka bërë shumë ftohtë si më qenë dimër, fundjava sikur po rriten pak temperaturat, dhe menduam që të shkojmë në Berat, do shkoj bashkë me Klajdi sigurisht, do vi dhe motra Nela bashkë me Sjelin, gacinit e Lëpukulose, ndërsa motra tjetër nuk do vi, nuk donin si vjet, kishin plane të tjera. Kështu që do shkojmë të shijojmë verë të mirë në Berat, se në Berat gjithashtu ka shumë kantina që prodhojnë vera shumë të mira, por në këtë ditë të festivalit themi se ka aktivitete, koncerte të ndryshme gjatë gjithë ditës, ka sigurisht edhe kantina nga gjithë Shqipëria. Kështu, do shijojmë gotë verë të mirë sot në darkë, do nisemi tani në drekë, sepse Klajtin e kam lënë në gjumë, prandaj edhe në mëngjes jam bërë gati në sallon, ka qenë i treti natën, dhe fundjavën jemi pushim që të dy, kështu që me të zgjuar Klajtin, unë të bëj një dy gjëra shpejt gati tani dhe të nisemi për Berat. Dita tjetër, jemi në Berat, nuk ka folur dje fare, sepse mbëritëm pas dreke vonë, pas e thjesht u bëm gati, u shpërndëm pak dhe dolëm përsëri nga qendra. Berat ishte bërë shumë bukur, është bërë shumë bukur në fakt, për Wine and Stories of Berat, koncerti ishte shumë i këndshëm. Më pëlqeu fakti që nuk ishte i mbi populluar me njerëz, kishte mjaftuar njerëz, por gjithashtu kishte edhe hapësirë që ti mund të shijoje një gotë verë, pavarësisht se tek shtëpizat që ishin vënë, kishte shumë pak tavolina, kështu që ne hëngrëm darkën dhe pastaj dolëm sërish për nga qendra, kështu që nuk gjetëm fare tavolina te shtëpizat, kështu që morëm gotën e verës në dorë, po e shijojmë shumë edhe ashtu. Vetëm se në Berat është shumë ftohtë, është merr ftohtë.
Unë kisha veshur këtë golfin edhe mbrëm edhe gjaketën e lëkurës së zezë dhe kam ngrirë së ftohti. Për sot kisha marrë një kostum sportiv me mëngë të shkurtra dhe gjaket, por dalë në balkon dhe është akull, kështu që përfundova duke veshur të njëjtën gjë sepse të pakën kjo është me mëngë gjata dhe më mban pak më ngrohtë. Ka shumë diferencë temperaturash nga Tirana, këtu bën shumë më ftohtë. E di këtë gjë, por në që është akoma tetor, mendova se është akoma herët, por jo. Këtu ka ardhur dimri zyrtarisht, njerëzit ishin me xhupa dhe me pellusha pas dje nga qendra, ndërsa ne kemi ardhur paksa holl sepse nuk ishim përgatitur për këtë të ftohtë. Tani do dalim që të pim kafen e mëngjesit, të ofrim pak vërdall nëpër Bera, ndoshta një shëtitje dhe pastaj të nisemi për Tiranë, rrugës do ndalem te Hani Qerosi të ham drekën. Gjithashtu dje darkën e kemi ngrënë tek Pritje ka fix emrin. Friendly House, që është në qendër të Beratit, ka ushqim tradicional, na ka pëlqyer shumë, ishte shumë i shijshëm, por kishim marrë pak shumë gjëra dhe u detyruam që një pjesë të mesoreve të përbashkëta ne nuk i prekëm fare sepse ato erdhën pak me vonesë me thënë të drejtën, kështu që i morëm me vete dhe do t'i marrim me vete në Tiranë sepse nuk i ka ngrënë asnjë njeri. Kështu njerëz, shkoj të fundjava jo në Berat, dalim tani pim një kafe se po fillon të më dëmbëj koka pa pirë kafen time të mëngjesit. Jo për gjë, po afron ora është 10:30, do më paka shumë kafen e mëngjesit e kam pirë rreth orës 8 e pak dhe në ora 12 e ca 1 unë pi kafen e dytë. Kështu që dalim. Pamje nga dritarja që e adhuroj. Shikoj. Ka shumë natyrë, është ajri kaq i pastër, kënaqesh njerëz. Vamos to e që shpirtos po dalën në Berat. Other fairs? Ferën e natyrës. Bukur, është like. Tash është ajri pastër, njerëz të mirë. Ajri pastër po. Aha, njerëzit se janë të Njerëz nuk kam jo. Okej. Unë tani që zbrita në mëngjes, kam përshëndet gjithë kam qej. Të është për vetëm që njëri nuk ka përshëndet. Jo, më rastisit se po mënoja që thori të pina në karta dhe ecë edhe përshëndet. Një kom shis me një përshëndet e pasë ta se s'të njëri ta parë. Unë s'kam ndryshuar. S'ka dashur të bëj. Njësoje. Vitet e kun s'kam bërë asnjë diferencë. Si gjimnazë, si tani, njësoj. Po jemi për mirë ato. Ti kemi bërë flokët, nuk ka fryrë që buzët. Jemi përmirësuar. Jemi bërë më të bukur. Nëse ditë. Shtëpi njerëz nga Berati, po sistemojnë për gjaketa dhe gjëra që kisha marrë me vete, se pavarësisht një çantë e vogël prap bëhen shumë rumuja dhe rroba të kalarave patjetër. U kthyem tek Hani Qerosit në Berat, hëngrëm drekën aty, ushqimi ishte shumë i mirë, fantastik, por nuk e di pse kemi këtë manin që porosisim aq shumë gjëra dhe ngelëm duke marrë ushqim me vete. Iku dhe fundjava njerëz, iku jashtëzakonisht shumë shpejt dhe kur lëviz të ngelen punë shtëpi gjëra pa bër, kështu që tani shpejt duhet të vë lavatriçe, tharse, të lajë dy rroba një dy gjëra, ndërkohë të kem çik hapësirë edhe mundësi që edhe të shpëlaudhemi pak. Duhet të laja këto xhaketat, këto timen edhe të Klajdit, sepse se di mendova një herë të çoja pastrim kimik, por nëse kanë opsionin për t'u larë vet, do ta laj vet. Ja, kjo thot jo, lavatriçe. Duhet çuar pastrim kimik.
Është edhe kjo xhaketa tjetër e Klajtit. Por kjo thot po lavatrice dhe hekur po, por nuk tregon gradën. Ka presë prishë, kështu që mirë po e çoj në pastrim kimik dhe vendosim një lavatrice tjetër. Okej, bëj gati zbrazim edhe filtrat e tharses edhe ujnë. Njërës ky i pinkut, multipurpose, është shumë i mirë edhe për heqjen e njollave, sidomos në bluzat të bardha, është fantastik. Nuk e dija në fakt më përpara që përdori dhe për heqjen e njollave, e përdorja më shumë për pastrimin e sipërfaqeve të ndryshme, por më tha një shoqe të puna që heqja dhe njollat më të vështira, kështu që isha atëherë dhe unë kam shpëtuar i heq njollat në mënyrë perfekte. Lavatricia ime njerëz ka dhe këta opcione, shikoni këtu që është AI Wash me inteligjencën artificiale. E kam provuar në fakt vetëm një herë, sepse duhet të bëj vetë llogaritjen e gradëve, gjithashtu edhe të spinit të rrotullimit, në bazë të llojit të rrobave, duke njohur vetë edhe materialet e rrobave. Ka funksionuar për njerëz që e kam provuar, por nuk e di, nuk është se kam shumë siguri, më shumë e kam të zgjedh procesin e dur, kur janë pambuk ose kur kam rroba të ndryshme mixed fabric, edhe këto të tjerat, hand wall. Nuk e kam treguar edhe pikturën që na erdhi, kjo do vendoset në mur, sepse po momentalisht është vendosur Big Credencën. Na i ka sjellur dhuratë kushëria e Klajtit, e cila i realizon vetë. Dhe shikojeni pak se sa e bukur që është. Kjo pikturë ka emrin Koral, sepse është si koralet e detit, sa e bukur që është në detaje. Shikojeni, është realizuar shumë bukur, është goxha e madhe, por besoj që në mur do duket edhe më e bukur, sepse kështu zë goxha hapësirë Big Credence, por të shohim me kismet kur të vendoset në mur, se do rinj një kohë të mirë, kështu jam e sigurt. Ndërkohë është shtuar edhe këtu rafti që mungonte, metaliku, dhe kam zbukuruar me këto detaje, si që shikoni, si për kam vendosur atë pikturën që është kofi. Kisha planifikuar një me wine në fakt, por do të printoj në vazhdim dhe mund të zmëndësoj. Janë disa shishe vere, një 2 gote vere dhe këto detajet e vogle që i ka marrë tekstin saj, edhe një Jack Daniels. Aty që e kam vendosur mburi, që nuk më shkon, por të shohim, sepse dihet që këto rafte do të ndryshojnë vazhdimisht. Kjo njerëz është ëmbëlsira më e mirë në botë, është një ëmbëlsirë tipike që bëhet vetëm me berat dhe quhet, ndërkohë e kam futur në ngrirje, quhet Mont Blanc, që ka nga idea mali i bardhë, është kështu e bardhë dhe sipër komplet me ara, edhe brenda ka një shtresë tjetër me ara, nuk e di çka ka tjetër në përbërje, po është shumë e mirë, edhe unë hasa erë dhe marr edhe për në shtëpi ku shkojmë në berat. I kam vendosur në ngrirje, por gjysmën e njerëz e nisa, gjysmën do të ha tani. Në sfond dëgjoni ndeshje, sigurisht, se është të parpuri. Do vërësirë se mra? Jo. E shumë e mirë dhe është. Kajnë, kjo që është e hapur. Kështu që e gjeni vetëm në berat, siguroni që ta provoni kur shkoni në berat. Gjithashtu bienes, është një pjatë që gjeni në berat, është një lloj mishi që bëhet role, brenda është mbushur me djath, me ara, është shumë i mirë, edhe ato duhet ta provoni. Te Friendly House, që ishin brenda në darkë, bëjnë shumë të mirë, më sugjeroj ta provoni atje. Nuk na mban shtëpia njerëz, duhet të shfrytëzojmë të ditët e pushimit në maksimum. Tani, përgoj pak make-upin tim, se kisha dhe të tualetet me vete. Edhe do ikim për në tek, sepse do takojmë, do vinte edhe motra me Altinin edhe me Natanin në tek, se kishim pak punë, kështu që po shkojmë edhe ne, meqense nuk është se jemi dhe aq larg. Të takojmë ata, dhe të marrë edhe 1-2 punë në tek, sepse duhet të kthej atë xhaketën e Stradivarius që i tregova dje, sepse nuk më ngjitësh, nuk më pëlqen, plus që do doja në fakt në garderobë, mos të kisha xhaketa aq të ngjashme me njëra tjetrën,
të doja të kisha një 2 të gjata tani sepse nuk kam të gjata. Unë vdes për gjërat e gjata, fustanit e gjata, fundet e gjata, xhaketat e gjata, e kam shumë qef. Që të tregoj shumë bukur, edhe të tregoj edhe më të gjatë edhe më elegante. Sot e kam fytyrën shumë herë më mirë nga trajtimi që po ju flisja atje, sepse miku dhe ajo tharja atje për që kisha të lëkurës, tani e kam shumë të butë edhe shumë të pastër. Kam akoma shenjën e një rëspucër gjigande që më kishte dalë këtu, po pse të përmirësohet edhe ajo me kalimin e ditëve. Kështu që për muajin tetor dua të bëj një mezoterapi. Pastaj, se ku do ta bëj, do ta shoh, do ta mendoj edhe një herë. Por, me ja theksuar shumë të 2 rrullat që kam këtu në ballë, janë këto të mimikës kur vrojnëtesh. Tani shumë egzagjeroj pakun, por e shoh që janë theksuar. Dhe unë s'kam bërë asnjëherë botox në jetën time, kam bërë 30 vjeç, por nuk kam bërë asnjëherë botox. Kam menduar gjithmonë që ta shtoj me anë të trajtimeve, ta shtoj sa më larg kohën e bërjes së botoxit. Kisha një mendje për me bë në verë, këtë verë që lam, domethënë, por pastaj ndryshova mendim sepse kam frikë se si më ndikon tek sinuset, te migrena edhe në vendet jashtë, edhe në Amerikë sidomos, përdoret shumë për trajtimin e migrenës. Këtu ishte vetëm njëra estetiste ku bënte motra botoxin që më sugjeroi për migrenën. Pati thotë do ta bësh ti, hajde ulo ta bëjmë. Në cilën pjesë ke migrenën më të theksuar dhe isha kështu, no, wait a minute, sepse duhet ta mendoj më gjatë. Dhe si përfundim, si vjet thash nuk po e bëj, sepse mendova në verë, meqense jem ekspozuar në diell dhe rrudhesh pak më shumë tek zona të këtu, mes vetullave, por vitin tjetër e sigurt që do ta bëj, sepse nuk dua të plaken, kështu që ekzistojnë këto trajtime për të shtyrë atë procesin e rrudhave. Ndërsa rrudhat të tjera të mimikos, sonte pjesa e syve nuk kam fare, as te pjesa e buzëqeshjes, vetëm këto i kam pak. Kështu. Unë jam shumë pro njerëzve këtyre pekjeve të vogla që mund të bëjmë të vetja. Kuptohet se për faktin që edhe kam bërë buzët, u bën e treta herë që i bëj, diku te më shumë se 3 vite, do të thonë që tashmë u bëj buzët, dhe patjetër që jam shumë pro këtyre ndërhyrjeve të vogla për të përmirësuar pamjen. E që më vjen mirë edhe kur isha duke bërë trajtimin e fytyrës, dhe po më thoshte ajo estetistja që të ta shtrydh mjekrën, se mos ke filler, i thash jo absolutisht, nuk kam filler në asnjë vend tjetër të fytyrës përveç se te buzët. Edhe te buzët ta isha më dyshim nëse kisha apo jo, se nuk të kuptohen fare. Dhe më pëlqejnë shumë të qasjet që kanë estetistet me njëra tjetrën, nuk e kanë manin për shembull për të sharë punën e tjetrit, ajo thashë duken super natyrale. Jam kurioze dhe për mendimin e juve ndjekseve të mia që keni për ndërhyrjet estetike. A keni bërë në ndërhyrje estetike flas të oprekjet e vogla të estetistja me filler, botox, të mbushjet e zonave të vogla edhe hunda. Më pëlqen që bëhet drejtimi i kurizit e ngjashëm e bukur në profil. Më pëlqen edhe pjesa që bëjnë jawline-in, fillerin që bëjnë poshtë syve për mos dukur atletezik, jam shumë pro. Ndërsa edhe për operacionet plastike jam shumë pro, por më duken shumë të rrezikshme që ti futesh diçkaje që është një operacion me anestezi, më duket shumë e rrezikshme për jetën, një rrezik shumë i madh vetëm për pamjen estetike. Dua të flas. Patjetër që kur është super e nevojshme, kur ka edhe probleme funksionale përveç pamjes estetike, patjetër që janë shumë pro si për veshët, si për hundën, si zmadhim gjokse e të tjera, por më duket ndonjëherë një risk i marrë përsipër kot vetëm për estetik për pamjen e jashtme. Tash jam kurioze për ju, të di mendimin tuaj si jeni pra apo kundër, keni bërë ndonjë ndërhyrje të vogël, ndonjë mbushje buzësh, ndonjë gjë të vogël. Lini më në komente edhe mendimet tuaja se jam shumë kurioze të lexoj. Gjithashtu jam kurioze të lexoj edhe nëse keni pasur ndonjë situatë të keqe, situatë të pakëndshme, me x estetiste, eksperiencë të keqe që nuk kanë dalë ashtu si duhet, kanë përdorur materiale jo cilësore, keni pasur probleme me rezultatin, jam shumë kurioze të lexoj. Ju pres të gjithave në komente. Okej, është shi jashtë, është freskët, është pasdite, është e diel, kështu që vishemi super super thjesht, vesha vetëm streqe të zeza edhe këtë bluzën oversize nga Përpërmaja, që më pëlqejnë shumë që të dyja dhe e bartat e zeza. Madje kam postuar një reels në Instagram me kombinimin e bluzës së bardhë me pantallona jeans apo të gjëra, kështu që shkoni në Instagramin tim @albavis_firaj dhe shikoni reelsin e fundit, madje edhe një post foto nga Berati, kështu që ju ftoj të më ndiqni atje.
Jam gati. Të tek njerëz nuk gjeta asgjë, përveç faktit që ishte një super muj, një super trafik, jemi punuar shumë ajtur po thosha, dhe si përfundim nuk gjeta edhe asgjë. Thash po kërkoja një fund lëkure nga Zara, që kisha parë online dhe online s'kishte masa, por kishte masa në dyqan, nuk e gjeta gjykon dherë vërdall, por do pres që të vi online që ta porosis. Pim një kafe të shpejt, më sa morëm një çaj të ftohtë me motrën edhe kunatin, edhe kaq, erdhëm në shtëpi asgjë tjetër. Jam lodhur shumë të fundjavën, nga ikur fundjava. Se tani do unë të shijoj një me time, një kohë me veten time, që do mund të relaksohem pak para se të filloj java. Më pëlqen shumë rozeja, jam fiksuar këto kohë, që të pi një roze në darkë në shtëpi më shijon shumë, i hedh poshtë mjedra dhe bëhet shumë e mirë. Faleminderit që më ndoqët edhe në këtë vlog, mos harroni të më mbështesni me një subscribe, like videos dhe komentoni çfarë ju të keni dëshirë. Vazhdo të shihemi në videon tjetër. Bye bye.